në episodin e fundit të sezonës 6 podcastit Fire Ngrit Podcast. Edhe sot një episod in-house ku kena me trajtu marketin edhe qa shka ndodh këto det, qa ndodh edhe gjatë teturit e me qyrë dhe qa po presëm. Jena bashkë me Shajnin. Shajn, qa ndjenja ki për tregun? Shumë nice, ha? Jonë të bo shumë Bitcoinin bile dje e pat një pullback. Për menimin tam është healthy si pullback, edhe veç na konfirmojnë diellin që sipas qysh menojnë edhe qysh kena po, na konfirmojnë mbyllja e diellës javore, one këgja shumë e prita që ka me pas një pullback këgja të mirë që ka me shkaktu hala ma shumë frikë. Me këshyr edhe punën e që shukan indeksi Fear and Greedit, edhe me këshyr me një 1 year, dhe më thonë time frame, ka shumë react mirë mas një extreme fear që mënet me ndodhë shtash. Dhe më thonë previous extreme fear që ka pas, gjithë sarë, dhe më thonë në kam edhe në tweeta dhe kitë sa në që e bojnë sarë. Gjithë kem, do këtë 15-16 ke indeksi? E kapi, veç pak e ka kapi 15-16, s'ka nejtë shumë. Qëtash 20-25 për rejnë standard. Okej, edhe veç me një, veç i ka shku që aty, e kalëzën momentalisht sentimentin që është këgja berisht të njerëzit. Po, të njerëzit të retail-e. Dhe më thonë, kjo ma shumë indikator për retail. Nuk është najfar indikatorë, dhe më thonë, edhe është një për indikatorëve që përdoret për mu drive narrativa e masës, që ka përshkojnë të përshkojnë. Dhe më thonë, një për indikatorëve kryesor për me bo edhe citin, dhe më thonë, krypto Twitterin me bo birish. Edhe njëtën kohë sahar, unë bile kur po jep që to spajka, se këto nuk janë komedit farami, shavdin se na vitin e kalu më gëzë shumë kur i për Bitcoin 100.000, avdin. Po, këqyre, se na retaili mas shumë të bazohet e altcoinat. Se institutions edhe kompanit e balenat i ki koncentrum në Bitcoin. Të ta është ramje 10%, 8%, 5%, nuk është në ramje kur të këshirsh si aset. Po të altcoinat janë, në më thonë... Kjo është loj psiqike, bro. Ta është komplet, dhe më thonë, qatë ndodhë. Na bile pra me po të laf. Me do djemë thash, puna e këtë paterna dhe këtë ligjev, ose këtë regullave të markete financiare, janë të bo me pidikujna. Dhe më thonë, me dalë me reflekt, me meditu me reflekt, me dalë në gjenez, pse e nalë shta paterna dhe qysh mënët me lu në mënyrë psikologjike paterna. Dhe më thonë, jo për shamë paterna teknikë se qëto e vynë me pasën një baja ose një shka, po qysh mënët me lu në mënyrë, qysh me ledzu psikikën që është mas qatyne paterna. Ta është komplet kjo, bot ma shumë për me ngjall ose frik, ose lakmi. Dhe më thonë, qëto dyja janë, nuk ka kur gjën mes. Frik ngjall, kur e shet që pa e pe bile dje nëse këshirë 15 minut qartin e Bitcoinit për djeshit, është pure manipulim. Apo këtën, dhe më thonë, pure liquidation zones, që po dojnë më fil. Ta është komplet kjo, krejt që to, për shamull, nëse e këshirë në djelen, dhe më thonë, kandilin e javës të kalume, në zona qysh, one kom prit më mshel, 105 për mi, dhe më thonë, me kandil, jo me, dhe më thonë, nuk mshel, veç ka bo një test, edhe ora e kalon vikun për mi 105. I dyti kandil, me njëherë, dhe më thonë, në ditore, janë isi u qel për mi 105. Po, që ata nuk e bo një simbylle javora, nuk e mo. Edhe ajo automatikisht njerëzit që e kanë bindje, jo bindje, po e kanë qatë strategji që e shojnë që dhëtë mu bo, ose qatë skenar që e shojnë, nëse e kanë bindje qatë skenar, ajtë njeri dhëtë me di që shorë dhëtë shit, abden, se nuk ka najfar, mënët me shku në ashtë dhe 110.000, po nuk ka qare pa ardhë me retest qatë zona pet, apo këtan. Edhe, tash, kush i beson përsha, nësone e shot që ta, edhe kam eksperiencë pezojmë krypto, edhe di qësh ecë krypto, edhe di qësh funksionon, edhe di qa bot e këbot, one kur të shot që nuk ma kam shel që aty ku e prita, one dalë për marketit. Apo këtan, one nuk rri në market, se di që nëse jam të bo daily trading, ose diçka, nëse je long term, këto rame janë, kur gjehesh, këto rame janë veç another opportunity me disej, apo den. Po tash, që kjo perceptimi i gabuar njerëzve, që unë mendoj që është i gabuar.
duhet me ditë mënyrën që shpëhen të në treg. Apo kupton? Duhet me ditë pe fillimit, e ki pezojmë, një valet $10,000, apo den. Nëse jem për long term, çish kemi allocate që të valet $10,000? Nuk kemi shtitë $10,000 për një herë. Apo kupton? Ti kemi janis me shti 15% në shti valetit. Me një shmim ku po dën ti me hi. Apo kupton? Plus minus, nëse shet që po bjen apet, blena me një 15% shtjetër. Nëse shet që po ta prek qit bottom, që është një zonë e bottomit që na pe presim me bounce back, e shton allocation ma shumë. Tash, ç'është esenca këtu që njerëzit nuk e unë çish e shoh, tash s'jam të xhiku, po shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këto long term DCAing. Apo kupton? Se ka plot njerëz që kanë një vallet, pezojmë $100,000, $10,000 pa marrë parasysh, ata hin me one go, apo den. Kur bjen marketi, ata shkaktojnë, marketet e ta shkaktojnë depresion edhe pesimizëm. Apo kupton? Kur jem depresion e pesimizëm, na thojna pret një muj 2-3, por 24 orë janë të mëdha kur jemi nës. Apo kupton, domethënë, nëse hen çat psiqik, çat mindset, 24 orë ki super big kur jemi nës. Apo kupton se kanë trupi, apo kupton, jetë të scroll non stop. Ti na më me fol për njerëz që janë të ftoft akull, për njerëz që janë normal. Apo kupton? Njëri që është i ftoft akull ai blen e lën çatë dhe din që mas 4 vjetë shkon e kçyr çapo bot, ose mas 1 vjet, ose mas një periudhë të caktuar. Po tash çka gabim këtë që njerëzit po hin komplet në market, nuk po lajnë likuiditet për zona që mundën marrë opportunities më të mira. Nuk ka shansa kur gjë me shku veç nalt edhe kur gjë me shku veç poshtë. Apo kupton? Tash që është esenca analizës ku pe kopte. Nëse të ka shku nalt, ti duhet me ditë automatikisht që ka marrë me ta bëni një test. Apo kupton se nuk shkon veç nalt. Po. Shkojshin bëjshin, domethënë por gold, bile patëm me çlirimin llav, o vreke lokal topi. Po. Apo kupton? Edhe jo veç peritelet e kështu, po të veç këqyre chartin, bëne macro view, këqyre chartin, a e shtu bro, kandil mas kandili, uptrend, apo den. Sa po si rritje nështë që 50 vjetë. Po, tash ti do të me llogarit, tash apo hiën e qëtu po bëj famo, pezojmë, apo pres një test, apo den. Okej, nëse jam për long term, po hi qëtu, po hi me 20% valetit. Po. Vetë sa për me hi, apo kupton. Edhe tash unë janisi pres rritesa dhe allokoj komplet valetin. Është mirë kush tregton, domethënë mos më marr këtë punë hajgare, punën e tregtimit. Unë kisha preferuar kush është trader, kush tregton, me pas një Google Sheet, domethënë të kalkuluar në centa. Nëse dën me bë DCH këtu, sa pe ki average kur pe bën që DCH këtu, sa ki kapital lirume për me bën një DCH këtu. E kalkulon, bën prediction çish ti mundesh me performu nëse e bën një pullback, nëse shkon 15% më poshtë, 20% më lart, çish kemë, domethënë me pas books, mos më shku veç me shti se jam parë të mëdha bro, apo kupton, nuk është tash na njerëzve kur hin kripto i hu pak ai sensi i parës. Apo them, po varianti është që janë parët në ekstrem të mëdha, edhe kur janë parët të mëdha, e vren që janë parët të mëdha veç kur ti hub. Apo kupton, kur ti hub e sheth, te kisha pas që 10.000 shtash, e kisha gjuçi to, apo çatë e vren. Kur ti kiç aty, të duken sens bëj me këto 10.000 gjuj. Apo kupton? Shtin e dikon se nëse ec mirë, nëse se $10,000, apo kupton? Po $10,000 janë shumë bro. $10,000 njerëzit punojnë 20 muaj, bile në Kosovë, apo kupton? Në raste normale 10 muaj punon dikush për $10,000. Që ti me budallaki tone, për shembull, mundesh me hub në 3 ditë. Apo kupton çfarë do të thonë? Me pas plan edhe me respektu planin tën. Jo mund diku pe njerëzve. Ti si trader që mundesh me kanë, sonë si trader ose çka. Çka kisha bënë si trader? Unë kisha observuar dhe kisha akumulu informacione një 6 muaj ditë pe sorsa të ndryshëm. Apo kupton? Tash konsidero veten si AI agent. Observo, akumulo, mbledh, shpus, sinxher, mbledh, edhe kur ti mbledh krejt, i din konceptet e gjithë secilit, e sheh secilin koncept sa përkon me realitet. Apo kupton? E zgjedh çat koncept, edhe çatëherë ti vendos me hi me çat plan që kemë respektu ride or die. Apo kupton? Domethënë, çka është esenca me respektu çat plan initial plan që ki. Shumica e njerëzve që janë gjone tradera të mirë, mid, pa marrë parasysh tradera që janë daily traders, shumica e njerëzve veç që nuk e respektojnë initial plan, planin fillestar, kanë humbje. Apo kupton? Jo që nuk e kanë pas planin e mirë, po ndikimi i të marrë informacione gjithka, domethënë, a di që ka njerëz që e çet një lajm Watcher Guru për shembull,
Edhe në replies i ki njerëz të jep menime. Dikush që është desperate, abden, si trader, nëse se respekton planin e vet, ai në komente mundohet me gjetë alfa. Apo kupton? Domethënë mundohet me gjetë mirë në kit këqija. Domethënë një kohë veç ti mundosh veç ma të vogël të mirë të hiq atë, apo kupton? Domethënë ç'kjo është që një panik ka me pas depresion non stop te ata që kur hin nuk e kanë një plan caktuar dhe nuk e respektojnë planin që kanë. E kjo nuk është vetëm trading. Apo kupton? Kjo është gjithkon. Kjo është gjithkon. Nëse e çel një biznes, bro. Pe çel një biznes e pianisin e ki planin ti biznesor. Apo kupton? E din çka ke me bë, e din çka duhet me bë për me mbrit çatë, e ke bën një analizë, një parashikim, një diçka. Edhe kush vjen, për shembull kafiça i mrit, apo den. Tash kush e bësh të bëni renovim, e dishëm na çish po dola me volën renovimin, kush vë ke talshë keni menim. Apo kupton? Ç'to e kisha bë më mirë se del ç'to enxhinion e ka bë ç'to, apo kupton? Edhe ty, domethën, ta hupini bro. Se një tani si beson vetet, apo kupton? Dy nuk të duket mirë edhe nëse e bën ta mund ç'ke bë se sa feedbackat të njerëzve badjavxhi ke marr. Krejt çto informacione që hapen kripto, janë për njerëzve badjavxhi. Apo kupton? Njerëzit që tregtojnë, edhe kanë strategji, ata nuk çon me menim në Twitter, bro. Apo kupton? Nuk çon me menim në grupe, nuk çon me ata babosh, ata tregtojnë edhe dinë kanë planin e vet, marrin gojda për njerëzit që e dinë që respektojnë strategjitë tyne. Si për shembull, na që kena leading analista dhe tradera. Një për tyne lobi, ti, hora, këta e dini që keni ne, e dinë njerëzit që është një plan që zbatohet edhe respektohet në stop, si në kresha kur ndodhen, si në hajpa kur ndodhen, edhe one po du që të plan me njek. Apo kupton? Po tash, nëse one ta ndroj planin ty, pa kur far arsye, one s'njeku ty. Ti se meriton, abdenu se meritoj ti më njek. Apo kupton? Se one pëndroj e në shëll plan. Tash, qikja, kur njerët që bën plane fillestare, ose initial plans, aja është rahat edhe kur vjen marketi. Apo kupton? Se din që i ka një 15% likuiditet që atje, që ja sweep. Veç e bën një analizë shpejt, cilën zonë e ka support, sa mëllet me majtë qatë support, që shka largun supportin e kalu. Herën kalume kër e ka testu, edhe thë, edhe 15% i kam qëto, edhe e dropi average price-in, kërë gja mirë që overall, dhe nëse marketi është 50% minus, unë jam në 15% minus. Apo kupton? Në më thonë, krejt që kjo është, pse shkaktohet panika, pse bëhet komplet sen, është që s'kan plan njerëzit. E ata që kanë plan, me nëzispresin njerëzit mi pa të shkaktu panik. Apo kupton? To paper hand, to ec, to dal. Se këta veç shkon të poshtë, kjo është gati, kjo nuk është për short term play, kjo gati, kjo e din, ku mënet me shku makro, ku mënet me shku komplet, edhe funksionan. E one që ta e kom, one sartë bjen marketi, one as nuk i japi rëndësi njerëzve që farmenime shpo japin, pse ora marketi, qara, tekra, është worthless, edhe as nuk japi rëndësi valetit, performancës valetit. Nuk do të me pas ndjena në atë aspekt. Po, qështu se datë? Qa me bo? E qa po thuti, a i në të him bjerë market, a është një ramje ku mundu me pritë se ka qash qajna të po në Twitter, është shumica në këty beresh, shumica për thirin fundin e ciklit, jo i në të him bjerë market, qa ka do këty. Edhe pësone personalisht nuk, do me thonë, nuk jam i menimit edhe kum jap arsyet e mija, pësone që si jena të him bjerë market, nuk jena në bjerë market, edhe menoj që hala të bazu, të bazu në makro, menoj që ciklet 4 vjeqare respektohen. Kanë më respektu, hala nuk jena kërkon më përfundim si cikle. Që qa e bonin një pyqë, një gabin pyqët e? Qa ka ndru është, ka ndru mënyra qysh do të mi trajtu altcoinat. Te gabimin e parë që e bonin pyqë është për shohën Twitter. Apo këton? Në më thonë, ti nuk e shenë Twitter. Qëret, botën e veç, ta shtetë i sanët. Botën e kriptos e kitin Twitter. Deshte, zdeshte. Po, trejderat ma të mdhej, Njëherë bjerë marketi $1,000, qohet bearish. Njëherë hypë marketi $1,000, bot bullish. Qfar traderi i madh është aj? Apo këpëtan? Aj nuk këtë kërgjesh, bro. Dhe më thonë, me hi historikisht, aja ka hush 99% rastev. Një njerit që shkën njep me një market për se cilën 1% që hypë ose bjerë marketi. Apo këpëtan që apo du me thonë? Këta janë
engagement farmers, bro. Këta e përdorin retailin për me engage farm. Do më thonë, me kop engagements. Qifti tyne nuk ngohet. Apo kujtan, nuk ngohet vlo. A di kush ngohet? Ngohet qifti që tyne që i përmena më herët. Që janë në grupë të na. Njerëzit që ka shumë si ta mbot, që nuk doken Twitter kërkun heq. Apo kujtan, nuk ka puna në Twitter. Është puna ku pe merë të source në ta mën source. Njeri që e din që është i shti paret e veta. Apo kujtan, jo njeri që sti ka $2,000 në gjepë dhe jep financial advisors që ka me shku bitcoinin $150,000. Apo kujtan, në më thonë, që kjo është gabimi parë. Qatë bëhen Twitter, që këqyrë me 3 tweetat e fundit. Qatë bëhen Twitter të shkon opposite. Nëse Twitter e thot bearish, aja ka me konë bullish 100 milion %. Apo kujtan, në më thonë, që kjo është sentimentiza. Pse unë menoj që kena me pos, ka me konë mix 2026. Krahasoj 2026 me 2022. Në më thonë, 2022, mas 2021 vitit të ri, u bënën hinë në retail-e, në 2021, në fund 2021, si një retail-e, on top prices, në më thonë, të nasenën. Mas vitit të ri, janë nisi me ra markete, panik, të nasenët. Shkort, mars, janë nisi me performu marketi mira pet. Apo këpëtan, në më thonë, e ka pas me, pe kur ndodhe tani FTX, Celsius, këto komplet që ndodhen, që atër e ka bo crash komplet. Apo këpëtan, që një farë mënyrë e konfirmoj bearish type of performance. Tash, qa është tripi këto? Për shambull, në 2026, qa mene që kam, pse unë e mene që ka me konë bleed 2026, po jo crash. Apo këpëtan, ka me konë, nuk ka me pas price action, qysh nashta njerëzit dojnë me pas, po ka me konë heaven për traders. Apo këpëtan, pse heaven për traders se ka me pas volatility, unë e besoj që ka me pas volatility shumë të madhë. Tash, pse për thëmë këto, njerëzit që bojnë future, që se banë me bo future, apet kush ka bo future, dhe me thonë, këtë pare që hubin shtash krypto janë futures. Apo den, 200 milion likuidu në dje, janë këtë futures, apo den. $1.2 miliard në likuidu 24 orët e fundit. Para me na, unë e vesh një lajme pa është 200 milion, mos e kom këshyra, apo den, edhe këtë turn off notification e kom, si të shë kështu. Qa jetu e po tregun, është tregu të njekë, mi likuidu këta, është të u bo një farë terrori psiqik, mi largu njerëzit prej tregut, para se me ndodh na i misje. Unë po besoj dyjat më në me konë, edhe një, e dyta pse po besoj është që ka shumë pak unrealized profits. Apo këpëtan, edhe krejt qa janë, për shembull janë unrealized profits. Tash, unë pezojmë, hajde hina me market cap vogël. Pezojmë, pianis një market cap $100,000, një projekt. Market cap i bjen vlera e tokenave që janë circulating supply çati projektit, një projektit caktuar. Tash, pezojmë, unë e blej me një meme coin, ose low cap, pezojmë $1,000. Kur është market cap e $50,000. Apo këpëtan. Tash, unë kur hi, për shembull kur hin ti kur e shet që unë kum blej $1,000, kur është market cap e $50,000, edhe s'ku marr profit halen 2 milion market cap, unë si atë. Se unë e di që profiti jot, unë me tank. Apo këpëtan. Tash një institucionet e lunë që t'loj. Unë nuk hi, nëse e shët që ti hi 25.000 bitcoin, është sasi shumë e madhe që hi 25.000 bitcoin, edhe s'kanë marrë profit hale. Ose 50.000 bitcoin, edhe s'kanë marrë profit hale. Apo këpëtan, dhe më thonë, unë nuk hi atë, si institution. Unë e hi kur ti del ose me humbi ose me profit, që më malon mu venin edhe mu kryu zona 3 ashtash. Apo këpëtan, tash që kjo është terrori që më të punë gjallë. Tjetra që është edhe me lopë si që kesh njerëzit. Dhe kjo ndodhë të njerë, a di qash punë, që tash më kanë thirë me shkun dhe market makers me shkun kin, për një strategji që janë të e bo, me witness real life, abden? Ej, pa e po, bro, ata ishin 50 kinez, bro, abden? 50 kinez vishë të thonë, e bleva e shita, e bleva e qova, e kopa e mor, apo këpëtën, do më thonë, ta mon Wall Street Hour. Nëse sheti, nëse këqyr filma, është jetë reale që e ndodhë, bro. Nëse këqyr për shamë dhe Big Short, filmin, nëse i këqyr plot dhe filmin, që shtu ndodhen institutional place, a di sa kreditia, sa janë që tash lending edhe borrowing, statistikat, a i këqyr heq? Ku? Overall në krypto. Në krypto nuk e di, e posh që në Amerikë, në all time high ke këto që janë loans... Housing market, a? Po, në all time high ke këto loans që kanë prej kredit kartela, dhe konë për 1.3 trilion. E tash, që është
tjetra, që unë besoj që ka me ndodhë në 2026, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Edhe, qa është tripi, që unë pse besoj që ka me pas një, jo recesión, po një calm down, abdin, në krejt djenë është që gjithë shka është në all time high, bro. Gjithë shka është në all time high, pare nuk ka. Nuk ka pare. Ti nësë për Kosovës, abdin. Jo, më s'kisha njësësh për Kosovës, në podcast kalum. E ceka, bankat regionale në Amerikë janë shumica në krizë nga të falimentimit. Pse? Mungesa likuiditetit. Që ka pru mungesa likuiditetit? Ka pru edhe mbyllja e qeverisë që ke përmi 40 det. Po. Ka pru që inflacionin nalt. Inflacioni është shumë nalt. Tregu i punës është, në më thonë, i të mërshëm në Amerikë, është po flitet që është nashta ma i keqin në 10 vjetë e fundit, 20 vjetë e fundit. Sakt është. Ta shenjë ato e po, bankat, po dhët me huazu pare për Fedit. Një farë QE që është ndodhë në heshtje e Fedit. Ku me dollë të ne, në qëta se një 5 minuta, ku me ti morë se jetu folë shumë, një nisë me, po du mi, në aspektin e makros, në aspektin e makros me kalzu pëse, jo mbullesh edhe menoj që halo nuk jena nga fundit ciklit 4 vjeqarë. Okej, pëse po menoj të qëto? Pëse po menoj, e para, nuk kryhet marketin në pesimizm qëtët. Pa pas eufori, nuk hintin birë market me e cike vetë. Kam blej njerëzia në fund 2021-ës, ja ka njësë të blejnë shmimet në alta janarë shkurti, ka ndodhë të ne morë si deri në maju kontrego fire. Tash. Njerëzit të mja njësë me blej që tash, me jesë pak të regu, mja njësë me blej mju met që ata zhitona durve, edhe të një me pas në shtana për rap në 2026 një upside, ko gjatë mirë, që që aty që nalë dritat, me konë nuk ka ndodhë asë një cikël më kryin që si pesimizm, që është pesimizm, se të kalzova ka prek, fire ngridin 5-16. Tash edhe 20 në koftë, edhe 25 është apet është shumë e ullne. Nuk kryet cikli, pashku fire ngridi të 70 që 75 që me konë. E para. E dyta, është, unë e për cilë kjo ISM index është indeksi prodhimit që ekonomia amerikane që këshyret. Ajo është halon nër 50. Nuk kryet një makrocikl. Pashku qaj index, 53, 55, 60. 60 u shkun rase ekstreme kur ka pas QE, quantitative easing, kur Fedi janis elshëndore me të madhe. Që tash unë nuk e pres Fedi me bu qasi QE me shudorën, për arsye se inflacionin nuk e ka ma të mirin, po tjetër në non, Fedi nuk ka qare pa bu QE, që unë menoj që ata kanë me gjithë një QE kreativ me bu, qysh ja ka njës para 2 jave. Qysh ja ka njës para 2 jave, ja ka njës të ju jep hua pare sistemit bankar. Bankave, kalzova, bankat regionale në Amerikë, janë krizë. Dikon, humbjet e parealizume në 2025 i kanë përmi $500 miliard. Ata kanë marë, dikon $30 miliard kanë marë hua prej Fedit, e për qatë hua, ata Fedi aty një onalë letrat me vlerë, që i ka si hipotekë. Tash, Fedi qa bën, që ato letrat e ty në me vlerë i përvecën për veti, edhe e merë një farë maturiteti ose një farë interesi për to. Edhe që shtë në fund vazhdush me ulëshanë hua bankave, për arsye se likviditeti në sistemin bankar në Amerikë është shumë keq. Na M2 Global Money Supply kena përmena është në all time high, që aty përfshihet likviditeti global i se e kalzën zhvillimin e se cilit shtetë, edhe sa ka pare në qarkullim. Se këto dominon shumë Kina, tjetër non Amerika përmes tash një natë po çmimet e goldit e çmimet e stock marketit, po që e ceket janë të ndodhur që të ngritje të mëdha, aknena po ka krizë likuiditeti në sistem financiar. Qa? Unë që t'javë qa posh, se që t'javë dje kam pas më jep dhanat e CPI-a, dhanat e inflacionit, Consumer Price Index, edhe sot kam pas më jep Producer Price Index. Po, për shkak që qeveria amerikane nuk konë mbyllne, nuk o di ka po japën as po japën, derisa dha dolën këta shtëpia e bardhë, tha për shkak të mbylljes qeveritare, për shkak të demokratëve nuk mund të mu jap dhanat reale, edhe u shtetën. Nuk ka pas
skenar ma të mirë se sa me manipulu tregun prej dje që shanesën dhe që shën të e manipulu për me qitë mosën jashtë. Pse? Për shkak se marketi kur nuk ka dhona në çka mu bazu, ai shkon turat e poshtë. Pse shkon turat e poshtë? Për arsye se zyrtarisht kena mungesë të likuiditetit në tregje. Edhe tjetër non ç'a ndodhi kur ja nisi çka rromja e tregut ja nisi mas fumcit. Kur Jerome Powell dul tha mos e merrni si të mirëqen ose të sigurt që ka me ndodhë një rate cut në 10 orë. Ç'a ndodhi? Shansat për rate cut në 10 orë rom prej 80-90%, sot i ki 50-52%. Që kallëzon një pesimizëm të njerëzit që janë aktiv në treg, edhe normalisht jena të po një sell-off të vazhdueshëm. Qa unë e menoj tash, qeveria u hap, dhonat kamionismë japi javës tjetër. Është ka ndërtuar një setup shumë i mirë që dhonat e inflacionit me dalë të mira, se edhe pse inflacioni nuk është në nivele qysh dën Fedi me kon, prapë Fedi tregun e punës e ka shumë ma keq edhe e ka ç'më thon shumë ma të rëndësishëm se sa inflacionin momentalisht. Për arsye se krijimi i vendeve të reja të punës është në nivelet më të ulta në 10 vjet e fundit në Amerikë. Domethënë, muajin e kaluar, tetor, 12.000 vende të reja të punës janë konë veç 12.000 vende të reja të hapun atë punës, për ata që janë të 18 plus që s'kan pas punë të parë, edhe që janë të gatshëm për tregun e punës. Mesatarja e qyty në vendeve të punës shën me konë 55.000 deri në 60.000 çdo muaj që hapën. 12.000 është shumë e ulët. Për çfarë arsye? Si dalin dhonat e inflacionit dhe dhonat, javën e ardhshme besoj kanë pasur dhonat e inflacionit edhe dhonat e punësimit. Punësimi ka më dal shumë keq, se tetorin e kanë pas të mërshëm, inflacioni ka më dal që është në faza normale, se edhe Powell ja ka nisë më pajtu me ato që tarifat nuk po ndikojnë negativisht çish u prit në inflacion. Dhonat e shija të punësimit, ne dhonat e inflacionit kanë me konë si muajin e kalum ose nashta më mirë, nëse është më mirë ka me konë shumë më mirë për tregje, edhe ka me konë një setup perfekt, ku kena me po përqindjen se ta zhdume përcjell polli marketin dhe kallshin, ku japën këto predictions për a ka me pas shurtim të mos interesa ju. Unë e presi që ajo 52% ka me shku përmi 70% apet, edhe unë jam 99% i bindun, që kena me pas rate cut në 10 orë. Edhe që ndodhë? Rate cut i bëhet priced in ma herët, se gjithë eventi është sell the news. Për çfarë arsye jam optimist, që javën vazhdim, momenti që ja nisin dalin sot dhonat inflacionit. Tjetër sen është që likuiditeti ka ja nis me u shpërndasash, për arsye se hap qeveria, edhe është një fond i Fedit të thirrë treasury, s'u kujtohet emri shumë mirë. Aty janë mbledh përmi $1 trilion pare që Fedi i ka miel prej tregje financiare edhe i mon aty. Tash, Fedi ka dalë ja nis çat likuiditet me thonë e derë në për tregje, edhe veç për javës tashme pritën diku $150 miliard me dalë në tregje, në formë të hove, në formë Fedi të janis të ble, Fedi edhe ble në borxhe prej bankave, edhe ble në tash letra me vlerë, e ul yieldin, kur të ul yieldin, këtë ne se me spike yieldi letra me vlerë, është keq për tregje financiare, kur të janis që ajo më ul, për arsye se Fedi vetë po investon ato letra me vlerë, edhe nuk ka nevojë me dhon interes në alt. Fedi merr interes vogël për to, që sa mos me thonë që s'është marrë interes hiç. Edhe knena e shton likuiditetin në sistem financiar. Plus në lajm tash janë edhe dy, domethënë janë edhe disa sene tjera që mund bojnë optimist. Njerëzit po harrojnë që për javën tashme se për shkak që u kon mbylla qeveritare, edhe aprovimi i ETF-ave u vonu. Që sot SEC-ja dha një lajm janë të kriju një backlog që keq ty në aplikacione që kanë apliku për ETF-a, për spot ETF-a, për si XRP-a, Doge, e disa altcoin-a tjerë, Solana ndërto, Linko, kanë me u aprovu në grup, edhe me anis që edhe kjo është një lajm bullish për altcoin-at. Tjetëri sen është QT-a nalët zyrtarisht me një dhëtorë. Tjetëri sen është që Trumpi e paralajmëron që atë stimulusin për $2.000 mja u jep njerëzve cash. Kur ka ndodhë që kjo në 2021 mas pandemis, 2020 kur janë dhonë ka $3.000, ne adina që ka ndodhë në tregje financiare.
edhe pse numër kur të qesh duket pak $2,000, po edhe pse ajo ke pak e kufizuar se ke njerëzit që kanë nën $100,000 të hyra, kanë më marrë stimulus. Po tash nuk po dihet, a kanë marrë në formë keshit, a kanë marrë në formë shkurtimit në tokë si bonus tu liru pe një takse ose ja u shkurtojnë taksat. Alo s'po dihet, po këtë që tu sane. Tjetër sanë është që jena teknikisht tonight mi atë që quhet zona e verdh ose mi VMA 50. Për sa të jem që aty, na jena të e majt këtë strukturën bullet straight. Po. Ku ma hub mu shpresën që se tash jena të e po një herë ke, që jem të po tash që të sanë është support, tash po thejnë support ma supporti. 98 që jo tash 93, 95, jo tash 90, 92. Mu, ku thomën e që i lajtë më durët me treg, nëse që kera me vazhdojnë edhe hem Bitcoinin nër 80-85.000. Që aty unë menoj që është game over. Por deri sa na jena shumë 90.000, ruhet që kjo struktura e tregut e mirë, unë veç menoj që momentalisht jena të e po një manipulim të pasër, se jena të e po edhe institucionet edhe kompanit jenë të shqit. Po me këshyrë non-chain, është ndodhë një shqitje organizume që ma shumë do këtë si terror psiqik për me ndodhë, për me bonda i retailit, se aj të ke fundit, aj ka ble, shet, ty të shtin, të si je konë haldere, ke prit, pëmoj edhe që të support, dikur lodhësh, edhe vetë shet. Edhe qa banaj, nësa ja ka njës me shqit ka daldojnë, aj blin 10-20% ma por se ku ka ble ma herët, për asyri se ty të ka shti, mi ashti që ato asete. A në kofta Ethereum, a në kofta Bitcoin, a në kofta Solana, që në kofta. Exact. Që do sane, që nuk po dojna mi po, ose nuk pishohëm, mu më bojnë me besu që na hala jena largë fundit ciklit. One kam edhe një teori tjetër me aty që diskutova me herë që disubajtove me mu, që one këtë teori e kom pas prej momentit kur State Department e kanë zirë letrën kur vendosim e bo Bitcoinin si aset shtetnur, me thonë për fondin për tesarin e vetë. Njëtë që investon në ari, me investu edhe në Bitcoin. Edhe, bile në dokument, Bitcoinit quhet si digital gold. Edhe, kur ja ka njës lëvizja e arit, one në mju këthy livestreama që këna mojt me komunitetin. Sa një parë që këna thonë, Amerika po përgatitët me bo Bitcoinin aset në rezervën e veçetnure, me rrit sasin e saj. Ata po thojnë, na me taksa qytetarëve nuk po dojnë me ble Bitcoin. Na dhëtë me gjep njërë alternative. Qaj na tu po? Dedolarizim, paret e dolarit po hinë nari. Arin një na tu e po në qmime që si më konë që 50 vjetë e fundit. Qa une po besoj që ka me konë, edhe po, për shumë kanë mundet me e marrin si jo teori që po shumë kush edhe as nuk ka besu që Bitcoinin ka marrë që të, as nuk ka besu që kriptovaluta ka marrë dhe në qitë nivel, se jo scam jo ajo, ti ke pos mas pari Michael Saylorin, e ke pos pesimist për Bitcoinin, e ke pos Trumpin, e ke pos pilot tjerë që sot, e ke pos JP Morgan, CEO në tina, e sot në hina të i po, këtë ata njerës që jenë të hi edhe në botën e Bitcoinit, edhe në botën e Ethereumit të altcoinave tjerë. Unë e shë një tendencë që ka daldalje, kam janis shkarkimi për arit edhe me kalun Bitcoin. Nuk dhët me marë si hajgare, ose bës me marë jo serioze, deklaratën e Trumpit që është të e përsëritë në zdisa konferenca dhe për thëtë nashta burgjën publik që e kena përmi $30 trilion, kena me lau me Bitcoin. Ka marë koha ka me dëshmu, a ka me kone sakt kjo teoria sa me kone. Unë e besoj që kjo teori ka me kone sakt. Dhe nëse besojmë na që Bitcoini nuk u kriju për një individi si Satoshi, po u kriju për një entiteti ku qaj entitet qënë ka CIA ose ka Amerika si shtet, e shumë që ka daldale sistemi tradicional financiar, zavendësot me një sistem tri financiar që shë ka njës me zavendësu, që është Bitcoini edhe infrastruktura e blockchainit që e mundësën një sistem të ri financiar. Nëse që kjo ndodhë, unë e presë që edhe 2026 ka me pas volatilitet madhë, po jena largë bear marketit me u kry që këtë cikël. A ka me ndodhë një resetim 2-3 vjetë ashtë, më besoj që po ka me ndodhë një resetim i ekonomisë si 2008 nashta,
se ndodh, është e shnetshme se një farë forme na për shumë stock marketi e cekëm, një farë balone që veç është u fry, ari, bitcoini, real estate, këtë janë një balon që dikur ka me shpërthy ajo, resetohen çmimet, vjen një farë mesatari apet, gjithçka nisën në një proces i ri 20-30 vjeçor, ku qysh e kanë nisur 2008-s, si gjithë. Si domethënë qysh kena po reseta shëmt, çka ka ndodhur jeta ka vazhduar. Në full blockchain si koncept ha. Po, në fillim 90. Edhe pse jon formën që është sot, po formë si koncept që e sistemit bankar. Me kënd të stampu me mesazhat e sana. Se kështu zgat shumë si çfarë për këto ideja të mia. Jo, ideja të ki legit bro, se ki bazuar në argumente, vjen edhe tamam fakte që janë të ndodh. Edhe one veç çka kam në mindset ndryshe piteje, është që one nuk i besoj fakteve që unë më i pa. Apo kupton, ose që një i treti mund të më pa. Apo kupton, domethënë nëse 5 vjet apo më pa të njëjtin sen që të shohën, që është publik, pezam, lema 1 miliard veta ose 500 milionë se çfarë di, unë çesoj nuk i besoj, por shumicën e rasteve vdelkja. Apo kupton? Mbas shitjen e fakte argumente, rradha për shkak recesioni kur ka ndodhur, që këshirën filmin The Big Short, është veç njani prej na dhomën veç ai karetve, domethënë jo veç piket institucione, veç një është bleke, domethënë positions por me short bonding që edhe ide për me blej borxhet e këshia, që tha ti blen ashtu BBB-at e CCC Plus e çfarë janë borxhet e këshia, krediat e këshia mi blej. Tash domethënë që kjo sen shumica e hera ndodh tamam që shihen fakte se çat patern e njekun, a po ka naj përjashtim që mund të me crash out ose me pump out, a vjen, domethënë janë çto, ama kështu overall është sen që qëndron bro, edhe është sen që nëse këshir macro view na çit performancë kena bre që disa vjet se cilën cycle, a vjen. E njëjtë për shembull 2000 në imkon në ekstrem aktiv ciklin e kaluam. Imkon aktiv, a vjen, jo veç me thonë me, po imkon aktiv edhe imkon deep down të. A di fal paniko bëke bro, edhe fal FOMO bëke në 2021. 20-21, apo kupton. Tek Kina be banirat Bitcoini be banirat. Jo, në po fole pe retail bro. Edhe kur hyp Bitcoin është $120,000, retail nuk ka hi hala. Apo kupton. Bitcoini hyp $100,000 kur kam na prog që ose retaili nuk hen në Bitcoin, retaili hen në altcoin. Çita po them, apo kupton. Ka ndryshuar, unë mendoj që çere makrostruktura nuk ndryshon. Po struktura te altcoinat ka ndryshuar. Ç'a është një event që unë mendoj që e ka ndryshuar shumë strukturën e altcoinave, është coinat e Trumpit edhe Melanis kur dolën, kanë marrë likuiditet të mërshëm prej altcoin marketit. E para, e dyta, janë aty po janë miliona projekte, janë çdo ditë dolin me nashta me 10 mijëra projekte që marrin likuiditet. Edhe xhanin çaj likuiditet, jetë likuiditet i dekt. Se as nuk lëviz ai likuiditet, ki coin dek nashta që as nuk blet, as nuk shitet, po ajo likuiditetin e sajna dikush është të e majt, të e pas. Për çta menoj që ka ndryshuar struktura e altcoinave, nuk ka me pas më alt season që shukom shall 2020 me ec i ke investuar nashta $100 në Shiba ose me një meme coin ose me një coin tjetër edhe që unë saba herë 10 e ke pas. Tash jo, tash ka me të dash me kon shumë i fokusum, me bo këgja një research ku po investon, edhe me patën apo investon apo rritet çaj aseti joti që investu ti ajo. Na i pom do pom pa që ndodhin te ICP-ja të do dino coin atë do. Një ka menoj që ka me pas pompa të altcoinave tek këto, por nuk ka me pas pump ku secili altcoin me këty ka herë 10 herë 20, po projekte që punojnë ka me rënë sy. Vesh një fakt për ICP-n, që eci, që e bojnë që televizën pi $2.80, shkajnë $10 gati. Jo më hi e këmë këshyrë, më interesoj ke ka qanë, edhe pse kena paralajmu sa për ICP-n. Verës. Po tash, ti e paralajmëron, investon, prete, do me thonë është që kjo është beson me një aset, investon të edhe veç e pret. Developerat e ICP-s ishin developerat që në 365 ditë kanë bo mas shumë të komita në GitHub. Nëse këshyrët
puna e një projekti, hene këtyr në GitHub developera që o bojnë. Kishim bo dikon miliona komita për 360. Ajo ka lëzën që ata developera ti cëpës nuk nolën non-stop të e avancu produktin e vetë. Edhe kush ke projekt tjetër me anë kësaj ke mina një projekt që në di si projekt e një minën për 2021. Edhe koncepti që ka menu mina si le një blockchain medaljen, s'ke nuk konë, në 2021 nuk konë Fire. Puna që me nëzonë vesh një bloku i transakcione me konë qasë shumë i kompresum që mos me nëzonë ven shumë, po të një ditë si koncept, si projekt, edhe e pat një ramit madhe shmirë, po developerat që në të nëllë të punun. Në me thonë, ishin projekti dytë me komita mas shumë të komita janë kur shumë kod, e runë kodin në GitHub. Aty janë në GitHub janë këtë canet janë publike, developerat e qesin punën e tyne, e gjujnë kodin dhe kanë publik, është open source, mund është me pa punën e se cilit. Për qëta, jena të shku të këtë asoj që është shumë e mirë edhe shpresoj që ka me ndodhë një reset, full reset, në trevën altcoinave, që projekte që punojnë kanë me ecë edhe kanë me dhejzë. Jo ti me gju një investim që aty edhe me fat, me të rriqa investim. Po, ki mu ullë, ki me bori së shmirë, ki me ashtyr ekipën, projektin, qa ka më rapa, këtë senet edhe të një qa investim jo ti, a me eca jo. Nice shumë. Shumë mirë, e përmbledhëm këgja mirë edhe qëto shamë që jepë kënë shumë të mirë edhe pëse që është mirë edhe me pas parasysh me këqyre qëto indikatorë që i përmena, me këqyre njëzë me bori sërsh, me bo një komplet mu artikulu, do më thonë atë aspektin që qysh për dhe më pozicionu të në altcoina ose low caps, ose mid caps, ose high caps. Shumë fort, e këshumë wrap up qëtë epizod. Kjo ke për ndryshe epizoda e fundit e këti sezone. Sa sezona dhe lishtash 8? 6 sezona. Sezonën tjetër besoj janë nisur tash vitin tjetër. Nice. Po kena me pas edhe një epizod speciale të podcastit në dhjetor në përkallëzën njerë me Emanuel Borë. Ja prejë që ja, e gore. Faleminderit këtë që na keni këshyre këtë sezon. Edhe keep it up. Stay safe. Faleminderit këtë atyne që na kanë këshyre, që kanë pas njëra me nangu. Shpresojna që keni mujtë me mësu diçka prej podcastave tonë. GG's. Shihem sezonën e ardhshme.